E tash ti je njohës shumë i mirë i gjinisë femërore, se je mashkull, nuk besoj se ke pas një femër një tënde, se e ka thënë. Ti si njohës i mirë i femrës, si e kupton që një femër ka, si e kuptove ti? Si e kuptove? Thash, unë e kuptoj me instiktin femëror, që unë të paktën, instiktin tim e kam shumë të zhvilluar. Dhe unë e kam thënë këtu, e kam bërtit në live, në prime, për të mbrojt figurën tatë, kam thënë, unë nga ky djalë nuk ndjej që mund të ketë diçka më shumë me mua. Instikti im nuk e thot këtë gjë. Sinin ta bëj një pyetje. Në qoftë se për shembull nuk i zhvillu që kjo biseda jonë me bashk dje, ose edhe zhvillimi, ose nëse nuk ja kisha bëu në sot pyetjen, unë e di që Gimbo ja ka bëu pyetjen. A kishe shku ti me bëu çit bisedë që ka ndodhur sot? Unë kisha shku, po të thash nuk kisha shku me kap me i thënë hajde flasim. Ku do kisha gjetë shesh, do kisha bë për shesh. Sepse nuk e ndjej, nuk është njeriu që mua vjen shkoj të them ulu ti djali dash do të diskutojësh ti me mua, sepse njëkohësisht nuk më intereson sqarimi i tij pas sqarim brenda. Kupton? Nuk më intereson mua atje me sqaruar me atë. Ai do më komisjon. Kur them nuk më intereson, jo për akuzat që ai hedhë, po që ai të japi shpjegimin e tij, të bëj rolin e viktimës, edhe pastaj dim ty si mua asnjë një më mirë gëzuar të marsin. Kupton? Për këtë mua nuk më intereson. Edhe një send që ta kuptosh, na këtu kërkush nuk jena me ta bë as gjyqin, as kujtë, por mos harro që unë jam në Big Brother, Gimbo është në Big Brother, të gjithë janë në Big Brother, edhe intereson. Pavarësisht që unë s'jam i protagonisti i situatës, po jo më adin, thjesht kjo të regon mënyrën edhe logjikën, Ka më bëll? mënyrën